Luftën e Bedrit nuk ishte prezent gjatë mujve prej muji 16 që u majt lufta e Bedrit apo 17 të Hijratit deri në mujin 31 të Hijratit kur u majt betejë e Uhudit. I thonë të shpesh pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, në Bedr ti ishe, unë nuk mora pjesë. Tha, po nëse Allahu dëshiron që unë ti të luftesh një betejë tjetër, do ta shifësh se unë çka do të baj, do të kënaqet syni. Në luftën e Uhudit mori pjesë ki. Në luftën e betejë mrenda atakoi. Një sahabe ka pas emrin Saad ibn Muadh, radiallahu ta'ala anhu, ka qenë prej ansarëve të Medinës. Ati gjatë luftës, gjatë shpërthimit edhe betejës sa ashpër të Uhudit, i tha në luftë Saadi, tha, ja Saad, tha, inni wallahi la ajidu riha al-jannati duna Uhudin, tha, po e ni erën e gjennetit në Uhud. Tha, ja Saad, unë po e ni erën e gjennetit në Uhud. O ti shqiptar, o ju patriot, o ju patriotët e gjitha kategorive, cilën erë po e nini? Apo e nini erën e repave, të kalamoqeve, të bathës, të prazve, të kepve, të duhonit? Apo e nini? Të menqurit po nin erë qëtër. Të menqurit po nin erë qëtër. Edukatorët po nin erë qëtër, krejtësisht erë qëtër. Ato kanë dëshirë që t'ju mundsojnë edhe juve ta nini erën e ative që po e nin. Ato po e nin erën e Uhudit. Ato po e nin erën e Bedrit. Ato po e nin erën e Gjennetit. Tha, ja Saad, wallahi inni la ajidu riha al-jannati duna Uhud. Tha, po e ndëgjoj erën e Gjennetit prej Uhudit, tha, ja Saad. Po mirë, ki njeri mës ka pas val ma shumë se një birë në hun, mës ka pas ki ma shumë hun se na, mës i ka pas ki hund me 14 vrima, jo, ki e ka pas hunën si tonën, po ki me këtë erë me cilën hun e ka një pra, e ka një ki këtë erë me hunën e hapur të Kurani Kerimit, me hunën e Islamit, jo me siguri me hunën teme, me siguri jo. Se huna e jeme nuk ka si fuqi me ndëgju erën e Gjennetit prej Uhudit. Për shkak se me një erën e Gjennetit duhet me studiu në shkollën e profesorit i cili është i koncentruar edhe provimet i ka dhonë në studimet e veta të mahershme në lidhje me biokemin, në lidhje me biokimin e ernave të Gjennetit. A i pat dhonë Gjennetin profesori i Saadit edhe i Enesit, e pat dhonë provimin Gjennet vetë. Ato kanë qenë Gjennet me dhonë provimin. A i natën e Mirajit tha, unë kam hinë Gjennet. Tha, raajtu ma la ajnun rat. Tha, unë kam pa ate që i sini se ka pa. I pregaditën për ju. Tha, wa sami'tu ma la udhunun sami'at. Tha, zveshi qka se kam di, tha, ate kam di në Gjennet. Adhanuha ka adhanil fijala. Tha, unë pash fletat e bukurave të gjithve për shpëritës në Gjennet, për knaqësire dhe pushimin e sistemit nervor të nervozitur në këtë dunjon nga anëmiqët e kelbosër në të kësaj bote. Tha, i pash fletat në Gjennet për shpëritës të mdhaja në formën e veshit të elefantit i nderuar i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I spjegojnë nxënësave të vet para 1500 viteve në xhami, ato thanë, na jemi ato çka kemi dëshirë dhe betohemi se do të pushojmë në hijen e ative gjithve si në formën e veshëve të elefantit edhe të mira tjera të përgatitura për ne në Gjennet inshallah taala. Mirë, po kjo punë donë sinceritet xhamati ndershëm. Kjo nuk donë me arë në xhami me ndëgjua dersin e para 50 viteve dhe 30 viteve, 20 viteve e 15 viteve në xhami me la kokat njerëzve me akull se Gjeneti a i madha, i sa një balon a i madh. A i neve na zan kejve, shka për ki gajle. Kjo pun ki sistem nuk është sistemi ative njerëzve shka kanë besimin se xhehenemin e mushin kinezët.
E demek xhehenemin e mushin kinezët na të garantum na mo po se po të garantum që për xhennet. Se do e paramendojnë xhehenemin një anije e vogël të lajzen kinezët edhe krijet. Do mendojnë se s'ka vend ku me i qua Allahu xhelle xhelaluhu në xhehenem. Pa në xhehenem një herë Ramazan pa ta spjegu se xhehenemi nuk i ngjan xhennetit. Xhenneti është hapësirat e atij qiellat edhe tokat për një njeri i përgatitun. Hisja e njonit prej xhennetlive, qiellat kejt edhe tokat. Hisja e njonit në xhennet. Hisja e të mramit Resulullah i tha në xhennet 10 herë qiellat edhe tokat e të mramit që do të hije. Pa i kështu rebelat lujten me një hoxh një herë në formën e ajgareve se ditën se hoxha edhe sahatët e ajgareve janë shumë i përgatitun. Thaj hoxha jon rahmetullahi taala alej dashti t'i arriti rinjës asaj kohe imanin edhe besimin ndaj të mirave xhenetit. Tha a gjeni kalavesh rosha kulen dille ku prendon. Tha njoni i meq ma i meq mi me zhlisit. Tha pa i tha masi një kalavesh tha i kokën që shta zegoja. Tha mosu ban merak se me këtë besim nuk të ben lam tije. Tha mosu ban merak. Kështu hoxha i tha me këtë besim që ke tha nuk të ben lam tije as njëherë. Do kështu e mendojnë xhehenemin i kine e mush. Harun me e përmen Rusijin, harun me e përmen Serbien, harun me i përmen Hindusët, harun me e përmen Clintonin me gjematin e vetë. Kejt për agje janë këto. Allah i ka thonë në Kuran innahum hasabu jahannam. Tha kejt dru xhehenemi janë këto. Këto kejt material xhehenemi janë. Mirë po mos harro se a i tha kështu të shpia jote, po të pys diçka e inshallah nëse deri tash e ke pas mendën mbyllën hape, po të pysu një pyetje merre me vete. Të shpia jote, a ke mobil në përdhoma, shqip në meshtaj? A ke mobil? Ke një regal të madh, e ke një tavolin të madhe, e ke një lampari, ke patos të shpia, ke lëj druna pregle, lëj druni të shpia kje. A është e vërtet? Mobilen kur ta bin për nusën që po e morin, apo e bin me të motme? Sa dhoma? Halasi jetë e ditë ku du me dojnë. Me të motme, sa dhoma, nëllë, sa ashe gjonë. Po të pysë. Dhoma ti ku jeton, edhe o gjaku ku pekin gratë, cëli zem ma shumë dru? Kush ha ma shumë? Hajde po pisme pra, kush ha ma shumë dru? A ban me bo muhabet burrave? A o gjaku ka hongër deri tash ma shumë material a barku? O gjaku është i vogël, a i zem një sangjak me 3 kome dhe një sash sipër. Unë nuk e di se nuk kam mësu me i motë si për faqet e gjonave të rumullakta. Pra unë nuk e di sa centimetr katrori ka se si për faqet e rumullakta edhe në shkollë s'kam dit me nëzirë. Se kam mësu këtë shkollë. A që gjaka o i madhë, drute dunjohës i zë. Xhehenemin pra paramendoje qashtë vogël, kusht ma? Nani, paramendoje sa o gjaku pra. Allahu tha keni mu djegë. Cilësia ati me djegë. Ato vendet ku djegën nuk duhen shumë të mloja. Po lejo gjakon, furra e shporetit ku ishti drotë sa është e modhe të shporeti. E këto unë e 4 shëlliti di pra si përfaqet mi avë nëzirë. 20 me 20. 20 me 20. E di këtë qaqë. Sa dru kanë kalu ati. Xhehenemi sa shkusht me qeni malë me gjithë se i madha. Sa shkusht me qeni malë. Edhe neve në azasit alishojmë rrugën e Allahut. Allahu nuk në thot neve, ju, që shpëthojnë disa njerëz, ju të arsishëm jeni, se ju po keni probleme. Ju të arsishëm ju ani se po thoni, ka dale, hoxhom, ka dale prit pak, na ta drejtojmë vendin, na ta shlirojmë vendin një are, tonë na therë me e zanë, na i falmi Allahut, na e vendosmi vetë, po mirë ku ka lokalitetën këtë din o vllavi jam i dashur, 5 herë në ditë e zoni duhet me therë, 5 herë në ditë e duhet me falë, 500 herë në ditë e duhet me qenë besnik, s'ka vakt Allahut me i thonë ti prit pak, kjo nuk ka hoxhës me i thonë ti prit pak, kështu njerëzit sot Allahut po i thojnë, a i thot Allahut prit ti pak,
Kur të folet për fenë e Allahut i drejtohet njeriu në këtë rast. Kjo është munafiklloku më i madh që mundet me bën një njeri apo një popull apo një individ.